Shikoj vëllezër, Allahu xhelle xhelalu sa ju ka dhënë njerëzve hajër. Allahu xhelle vëllezër, para mendoni. Edhe lindjet e njerëzve, njëri tjetri, shumimin e njerëzve e ka vënë kënaqësinë më të madhe. Edhe Ibn Jauzi ka përmendur se kënaqësia më e lartë fizike, cila është vëllezër, kontakti intim mes burrit dhe gruas. Atë kontakt intim, Allahu atë majë të kënaqësisë e ka vënë shtim të njerëzimit. Pse? Cila është urësia vëllezër? Që të shtohen shumë. Para në vëllezër të shkon kështu. Sidomos këtë botën e fukarallëkit dhe mendësisë e fukarallëkit. Me paskon puna më e rëndë për me bëj vladin. Por shembull para në vëllezër të shkon për me bëj vlad, më ju nështru për shembull pas operacioneve. A e keni shkruajt për një vlad? Jo, valla. Po ndoshta si shehar hiç në ekzistencë me menu këtë punë. Sa ai shtërgjish jo se kish bën këtë mëbet. Po Allahu që që ka bërë të këndshme shtimin, saqë njerëzit donjëherë apo edhe pa dëshirë të thotë që ki pa dëshirë ka ardhur. A thonë kështu? E pse kjo vëzër? Se Allah do mu shtu njerëzit. Shtonu. Shiko vëzër, e ka bërë shtimin edhe e ka bërë haram pengimin. Çka ka bërë haram pengimin vëzër? Haram është njeriu, gruaja apo burri me e pengu e vladin. Pse? Që ti e pengon një shpirt trimar në dunjë. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam thonte tazawwajul walud alwadud, martoni të dashurat që lindin. Njëri thot di boll hoxha. Ku e boll di? Apo njëri do lishtran pastaj tjetri apo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikoni në Kin vëzër. Në Kin tani kanë probleme atje me ligjet, një herë një fëmijë, tash dy, tash janë diskutu me liu dhe tretin. Pse? Se na duam për ushtar, na duam për njerëz. E pejgamberi zëm çka tha? Fe inni, tha se unë kam u krenu para njerëzve me numrin e madh të juve. Do njerë na duhet edhe numër vëzër. Do njerë na duhet edhe numër. Allah i shtof muslimanët kudo që janë.